rinia jonë i kanë humbur dhe e jetojnë jetën e tyre pa qëllime, e jetojnë jetën e tyre pa ambicie, e jetojnë jetën e tyre pa dëshira kësaj dunjaje edhe të botës tjetër. Në është transmetuar nga Al-Izz ibn Abdus Salam, një prej dietarëve të mëdhej vëllezër besimtarë. Ishte duke shkuar nga Damasku për të kaluar për të banuar në Egjipt, në Kairo. Por derisa ishte duke kaluar nga Damasku për në Kairo në Egjipt, po kalon nga rruga e Medinës në një vend që quhet El-Kerak. Në këtë vend vëllezër besimtar, kur arrin Al-Izz ibn Abdus Salam, ky dietar i madh, kolos i dijes, dal kryetari i atij vendit, udhëheci i atij vendit dhe e pret me ngrohtësi të madhe dhe me dashamirësi të madhe këtë alim të madh, këtë imam të nderuar. Dhe në fund ja bën një kërkesë dhe i thot: "O imam, ne kemi dëshirë po të kërkojmë që ti me qëndru në këtë vend." Thot: "Pse?" "Për shkak se po kemi dëshirë me marr prej dijes tënde, me përfitu prej Kuranit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salam." Po vëllezër besimtar, cila ishte përgjigjja e Al-Izz ibn Abdus Salam? Al-Izz Abdus Salam ishte nisur për në Egjipt, që ishte qëllimet e larta, synimet e larta, dëshira të mëdha të cilët donte të plotësonte në jetën e kësaj bote. Tha: "Inna ilmi akbaru min al-Kerak." Dituria jame e kalon Kerakun. Dituria jame nuk është për këtë vend. Dua që të shkoj në atë vend që ka më shumë njerëz, që ka më shumë popullat, në mënyrë që ta shpërndoj më shumë fjalën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam. Kështu vëllezër, Al-Izz ibn Abdus Salam u vendos në Kairo, u vendos në Egjipt, ku u bë për imamëve të dalluar dhe për dietarëve të veçuar. Atëherë o ju besimtar, o ju musliman, ne sot në ditën e sodit po e shohim që disa njerëz, dhe ku të tham disa njerëz, thuaj se në klapa këta njerëz janë të shumë, dhe në veçanti rinia jonë i kanë humbur dhe e jetojnë jetën e tyre pa qëllime, e jetojnë jetën e tyre pa ambicie, e jetojnë jetën e tyre pa dëshira kësaj dunjaje edhe të botës tjetër. Madje këto, rinia jonë sot e jeton jetën e tyre vetëm për ditën e sodit, duke mos e menduar të nesërmën. E vëllezër besimtar, kjo nuk ishte prej cilësive të profetëve, nuk ishte prej cilësive të njerëzve të mirë dhe të devotshëm, për shkak se Allahu te bareke ve taala neve na urdhëron dhe na thot: "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun." Për këtë le të garojnë garuesit, njerëzit më të mirë. E besimtarit i takon që të jeton jetën e tij me ambicie, me vullnet dhe me dëshira, të jetës së kësaj bote, mirë po edhe të botës tjetër, që ta fiton xhenetin Allahu te bareke